Edi ka filluar ta ndjejë gjithnjë e më qartë se Dolce nuk është më ajo që ishte në fillim. Ajo ndjeshmëri që dikur e karakterizonte, ato gjeste të vogla që i jepnin kuptim afrimit të tyre, tani duken të largëta, pothuajse të humbura. Ai e vëren çdo ditë këtë ndryshim dhe, edhe pse përpiqet të mos e pranojë, brenda vetes e di që diçka ka ndryshuar. Momenti që e ka goditur më shumë ka qenë ditëlindja e saj. Një ditë që duhej të ishte e mbushur me afërsi, emocione dhe lidhje mes tyre. Por për Edit, ajo ditë u kthye në një pikpyetje të madhe. Ai e pa Dolcen duke bërë një zemër me duar për ditë tjetër, jashtë kamerave. Një gjest i vogël në dukje, por me një peshë të madhe emocionale për të. Ai gjesti mbeti në mendje dhe i hapi një varg dyshimesh që nuk po i japin qetësi, që nga ai moment, Edi ndjen se distanca mes tyre është bërë edhe më e dukshme. Dolce nuk i afrohet më si më parë. Nuk ka më puthje spontane, nuk ka më përqafime të ngrohta, nuk ka më atë ndjeshmëri që e bën të lidhjen e tyre të dukej e veçantë. Shikimi i saj nuk është më i njëjtë. Ai shikim plot dritë dhe interes është zëvendësuar nga një ftohtësi e heshtur që e lëndon më shumë se çdo fjalë. Edi përpiqet ta kuptojë, ta justifikojë, t'i gjejë arsye ndryshimit të saj. Por sa më shumë kalon koha, aq më shumë bindet se kjo nuk është më ajo Dolce që njohu para se ajo të dilte nga shtëpia. Diçka brenda saj duket sikur është zhvendosur, sikur zemra dhe mendja e saj janë diku tjetër, dyshimet e tij bëhen gjithnjë më të forta. Ai pyet veten në heshtje, mos vallë Dolce e ka mendjen diku tjetër? Mos ndoshta asaj i ka mbetur një fiksim, një interes i pashuar për djalin nga Grande Fratello? Një mendim që e mundon, por që nuk i largohet dot nga mendja, sepse sjellja e saj i jep gjithnjë e më shumë arsye për ta menduar. Ajo që e dhem më shumë Edit nuk është vetëm xhelozia, por pasiguria. Ai nuk e di ku qëndron, nuk e di nëse është ende pjesë e zemrës së saj apo thjesht një prani e zakonshme. Heshtja e Dolces në një nga momentet më të ndjeshme brenda shtëpisë, duke treguar një shqetësim që prej ditësh e mbante brenda vetes. Zëri i tij ishte i qetë, por i mbushur me pasiguri dhe lodhje emocionale. Ai i tha hapur se kishte ndjerë një distancim të dukshëm nga Dolce, një ftohje që nuk mund ta injoronte më. Sipas Edit, Dolce nuk qëndronte më pranë tij si më parë. Nuk rrinte me të, nuk i afrohej spontanisht dhe ato momente intimiteti që dikur vinin natyrshëm, tani mungonin. Ai vuri re se puthjet ishin rralluar, përqafimet ishin bërë të ftohta dhe shikimi i saj nuk ishte më i njëjti. Nuk kishte më atë dritë, atë ndjenjë lidhjeje që dikur i bënte të ndiheshin afër edhe në heshtje. Edi i rrëfeu lavdrimit se ajo që e dhemte më shumë nuk ishte vetëm distanca fizike, por ajo emocionale. Ai ndjente se Dolce ishte diku tjetër me mendje dhe zemër. Shpesh herë e kapte duke humbur në mendime, duke mos qenë plotësisht e pranishme në bisedat mes tyre. Kjo gjë e bënte Edi të ndjehej i pasigurt dhe i pavlerësuar, sikur po humbiste gradualisht vendin e tij pranë saj. Në këtë rrëfim të sinqert, Edi shprehu edhe dyshimin që e mundonte më shumë. Ai mendonte se mendja e Dolces ishte te Benedico, italiani i Grande Fratello, një mendim që nuk e kishte të lehtë ta pranonte, por që ishte ngulitur në mendje për shkak të sjelljes së saj. Ai kishte vënë re mënyrën se si ajo fliste për të, interesin që tregonte dhe krahasimet e pashprehura që, sipas tij, krijonin një mur mes tyre. Lavdrimi e dëgjoi me vëmendje, pa e ndërprerë. Ai e kuptoi se Edi nuk po fliste nga xhelozia e verbër, por nga frika e humbjes. Nga ajo ndjenje e hidhur kur e ndjen se dikush që do, po largohet ngadalë, pa zhurmë, pa përplasje, por me heshtje. Një largim që dhem më shumë se çdo debat. Edi pranoi se kjo situatë po e konsumonte emocionalisht. Ai përpiqej të sillej normalisht, të mos ushtronte presion, por brenda vetes ndjente një zbrazëti të madhe. Çdo mungesë vëmendjeje, çdo shikim i sër,